Krimi urdhron emërimin e drejtorëve, urdhron shkarkimin e tyre, krimi urdhron emërimin e deputetëve, si tyrbja ka shumë e shumë tyrbe të tjera, krimi urdhron emërimin e ministrave. Në të vërtet, kur ndonjëherë në Europë nuk ka patur një regjim si përmarrje përbashkët apo joint venture midis pushtetit e krimit siç është kjo në Shqipëri. Edhe në shpellat më të larta të këtij planeti do të gjenden dhe do sillen para drejtësisë, do marrin ndëshkimin që meritojnë. Zero tolerancë ndaj krimit organizuar. Por kjo betejë do nis ndaj me krimin qeveritar. Do nis me ministrat, bashkëpunëtor të kriminalëve, mburoj e kriminalëve. Sepse janë këta ministra të cilët faktikisht u kanë vënë atyre në dispozicion pushtetin.